të lidhur me procedurat dhe këtë rast si zakonisht u evidentum dhe qërim për nesër do të marrim pjesë në seancë normalisht dhe si shtash. Po, do të votoni kryetarin e kuvendit? Po, nëse ka ndonjë propozim i cili është arsyeshëm, sikur që dini ju, rregullat thonë që tregojnë se partia më e madhe ose në këtë rast vetë vendosja ka drejtën e propozimit të kryeparlamentarit, prandaj nuk e shoh ndonjë problem aty në atë aspekt. Edhe pse mund të pyetni a ka numrat, unë nuk jam përgjegjëse për këtë asaj pune, por gjithçysh jam besimtar të krijimin e një qeveri me të cilin partia më e madhe, sikur që prapë po them, kjo është shumë e rëndësishme që të kuptohet se partia politike e cila e ka marrë pothuajse gjysmën e ulëseve të cilët takojnë Komunitetin Shqiptar, normalisht që adresa është adresa e duhur për krijimin e institucioneve. Po thoni që nuk jeni përgjegjës për numrin e formimit të qeverisë, mirë po disa deklaratat kryeministit Kurti kanë treguar që Beogradi është duke i shantazhuar partitë e vogla pakiste, sidomos ato serbe. A dini se kush janë personat që janë duke u shantazhuar edhe a keni qenë edhe ju pjesë në një shantazh të tillë nga Beogradi zyrtar? Pa shantazhe janë prej 2013-s, nuk është diçka e re, që ato 12 vjet po shantazhojnë tash. Unë e di që po ndodhet, ka ndodhur prej fillimit dhe po ndodhet prapë ndaj politikës së cilën e përfaqësoj unë, ndaj bashkëpunëtorëve të mi, ju kam treguar dhe juve se shumë herë ka ndodhur që jo vetëm që po nalin në kufi, por nuk mundeni ka 4 orë duhet të prit një tje, por po ashtu në thirrje të do intervista informative, si thonë ata, qoftë në polici, në servi, qoftë në BIA, prandaj kjo për mua nuk është asgjë e re. Kjo zgjatet që 12-13 vjet. Prandaj nuk e pres që prej Beogradi, sikur që e kemi tash, këtë regjimin Beograd, mos ta generalizojmë se Beogradi ka shumë fytyra, por në këtë rast këta ose parti politike që është aksidentalisht në pushtet tash në Serbi, e keq përdor në çdo mënyrë, jo vetëm ne si politikanë, por çdo qytetar serb që jeton këtu. Te keni pas rastin që të shohni dhe ju pardje kur ka ndodhur ai demonstrata, mitingu i madh në Serbi, krejt e ta njerëz që kanë shku prej Kosovë kanë qenë shantazhuar. Secili prej tyre, do thotë të gjithë ata që kanë shkuar në Beograd kanë qenë shantazhuar. Po, të gjithë, unë ju garantoj se duhet të kuptoni se njerëz këtu gjatë këtyre viteve 12-13 vjet në një kontinuitet, po janë maltretuar nga ana të them ashtu eminencën e hijes në aspektin të udhëheqjes së politikës, të cilët është dirigjuar nga ana të regjimin Beograd. A mendoni që nesër do të ketë vetëm votimin e kryeparlamentarit apo do të kemi edhe formimin e qeverisë së re? Nuk jam optimist që do të votojmë nesër për qeveri. Nuk jam optimist. Opozitën nëse vëzëndose nuk arrin me bon numra. Është proces i gjatë. Shikoni, Kur po thonë është proces i gjatë, mundet lihesh me pas edhe partia e dytë. A do t'jeni bashkëpunuar? Shikoni, është normalisht proces i gjatë, sikur që dini ju, nuk është herë e parë që mund të ndodhë një ngerç të shkurt. Ju rekujtoj se 2014-ën, mos gëbosh, kemi pas një situatë e tillë, atëherë po ashtu kam qenë deputet, por u zgjidh, pas 2-3 muaj u zgjidh ajo krizë dhe në këtë rast po konsideroj që varianta më e mirë do të ishte që partia më e madhe që të formon qeverinë, sepse çdo opcion tjetër do të komplikonte shumë më shumë procesin, qoftë demokratizimin, qoftë udhëheqjen qeveritare, qoftë si më thon afrimit të Kosovës drejt BE-s, prandaj opsioni më i mirë në këtë moment është normalisht që partia më e madhe që ta marrë jo pushtet në shtu në formën e thatë, por një përgjegjësi kishte thonë për udhëheqjen në mandatin e rreth. Jo, shikoni, është proces i gjatë, ju kam thonë 2014-ën kemi pas situatë një përngjajshme. Ku ajo situata u zgjidh pas 2-3 muaj. Prandaj pse ta ngutemi tash dhe të ju tregoj një
konstatim I cili ndoshta do të vinte pas 2-3 muaj. Takuemi prapë. Kur po e përmendni ngëshin politik edhe 2-3 muaj, po mendoni që do të kemi një ngësh politik deri në 3 muaj? Jo, nuk kam thonë që 2014 kemi pas një ngësh politik. Nuk po them që kemi sot. Faleminderit. Hajde. Shumë faleminderit.